Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Procesi i numërimit të votave në rang vendi është drejt përfundimit. Deri më tani janë numëruar afro 95% e kutive dhe rezultati flet qartë për një fitore të Partisë Socialiste me 82 mandate. Opozita ka arritur të sigurojë 52 mandate, ndërsa forcat e reja politike kanë arritur që të çajnë me 1 deri në 3 mandate. Me përfundimin e numërimit në rreth 95% të qendrave të votimit, tabloja politike e dal nga zgjedhjet e 11 majit po qartësohet gjithnjë më shumë. Partia Socialiste ka ruajtur një avantazh ku ka siguruar 82 mandate në rang vendi, duke forcuar pozitat e saj si forcë dominuese në parlamentin e ardhshëm. E dyta rënditet Partia Demokratike dhe aleatët e saj me 52 mandate, ndërkohë skena politike ka njohur dhe surpriza. Partia Social-Demokrate Tom Doshit ka arritur të sigurojë 3 mandate me mbi 46.000 vota, por surpriza më e madhe është padyshim Shqipëria bëhet e Adriatic Llapajt, e cila me gati 2.000 vota më shumë se PSD-ja rënditet aktualisht si forca e tretë politike në vend. Një mandat ka siguruar dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt me mbi 39.000 vota, ndërsa pret një konfirmim për mandat të dytë. Po Lëvizja Bashke e Arlind Qorit ka hyrë për herë të parë në parlament me një mandat fal mbi 19.000 votave të siguruara. Në krahun tjetër, koalicioni Euroatlantik i Lulizim Bashës ka mbetur jashtë kuvendit, pasi ka arritur të mbledhë vetëm mbi 18.000 vota, pa mundur të fitojë asnjë mandat. Për sa i përket ndarjes së mandateve në qarqe, Partia Socialiste kryesion ndjeshëm në qarqe të mëdha si Tirana, Fieri, Elbasani dhe Durrës, ndërsa në Kukës, Lezhë dhe Shkodër, Partia Demokratike ka arritur të marrë përkohësisht nga një mandat më shumë. Me përfundimin e plotë të numërimit, pritet të konfirmohet zyrtarisht dhe ndarja përfundimtare e mandateve në Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar për herë të parë pas rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit në një intervistë për mediat italiane Corriere della Sera. Kreu i qeverisë ka folur mbi arsyet e fitores, mbështetjen nga diaspora dhe objektivat për mandatin e katërt. Kancelia e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama ka komentuar për median italiane Corriere della Sera rezultatin e zgjedhjeve të fundit ku Partia Socialiste ka siguruar një mandat të katërt radhazi në qeveri. Gazeta italiane thekson se Partia Socialiste ruajti mbështetjen në qendër-jug të vendit dhe shënoi rritje në veri, duke konsideruar rezultatin një konfirmim të linjës së ndjekur nga qeveria. Në intervistë Rama thotë se fitoria ishte e pritshme, duke theksuar punën në terren dhe përfshirjen e brezit të ri dhe grave në listat zgjedhore. Sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur tek kjo fitore, duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tan, duke i besuar dhe duke u fokusuar në rinovimin e brezave në listat tona të kandidatëve. Më tej Rama ndalet dhe tek vota e diasporës, të cilën e cilëson si një shenjë besimi për drejtimin që ka ndjekur Shqipëria. Ata që jetojnë jashtë vendit kanë një vizion më të gjerë dhe më kërkues. Nuk votojnë nga nostalgjia, po për shkak të vlerësimit të situatës. Është një vot besimi nga ata që u larguan nga vendi, por nuk janë larguar nga Shqipëria. Kryeministri përmendi si synim të mandatit të ri përfundimin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian deri në 2027, forcimin e sundimit të ligjit, mbështetjen për familjen dhe modernizimin e mëtejshëm të vendit. Qëllimi ynë është që të përfundojë negociatat e pranimit deri në vitin 2027, ndërkohë të vazhdojmë të modernizojmë vendin duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë. Në përfundim ai mori dhe një mesazh urimi nga kryeministria italiane Giorgia Meloni, e cila në komunikimin e saj është drejtuar me fjalët nga motra për vllajin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë pas zgjedhjeve të 11 majit, duke konsideruar procesin të diktuar nga krimi. Ai paralajmëron protestë me 16 maj në ditën e samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë për të denoncuar atë që ai në fakt e quan vjedhje të votës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një dalje për media ditën e sotme ka akuzuar qeveri se ka bashkëpunuar me grupe kriminale për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Sipas tij, procesi zgjedhor nuk ishte i lirë dhe i ndershëm. Zgjedhjet e 11 majit u diktuar që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë
elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë pru kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Nga veriu në jug, nga lindja në prendim. I pyetur nga gazetarët nëse do të marrë përgjegjësi për rezultatin dhe do të tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike, Berisha theksoi se nuk do dorëzohet. Këtë betejë gjerën fitore ai që nisi dhe bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Në të njëjtën deklaratë, Berisha njoftoi organizimin e një proteste në 16 maj, pikërisht në ditën kur Tirana pret liderët e europianë në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Protesta do të mbahet në bulevardin Zogu i Parë në orën 17. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Berisha theksoi se protesta nuk do të cënojë sigurinë e liderëve që marrin pjesë në samit, por do të shërbejë si mesazh politik drejtuar Europës. Autoritetet ndërkohë po përgatiten për një ditë të mbingarkuar në kryeqytet mes masave të rrepta të sigurisë për samitin dhe mbajtjes së protestës opozitare. Kryeqyteti shqiptar bëhet mikpritës i samitit të Komunitetit Politik Evropian, një forum që sjell në Tiranë krerët të më të lartë të shteteve europiane. Për Shqipërinë, një ngjarje me rëndësi strategjike dhe një moment i veçantë për diplomacinë e saj. Tirana bëhet epicentra e politikës europiane me 16 maj, kur në sheshin Skënderbej do të zhvillohet samiti i Komitetit Politik Evropian, ideuar në një hapësirë për dialog të hapur mes vendeve të kontinentit. Ky forum mblidhet 2 herë në vit dhe këtë herë ndalet për herë të parë në Shqipëri. Ky takim shihet si një moment i rëndësishëm për qeverinë shqiptare dhe personalisht për kryeministrin, i cili pas më shumë se një dekade në pushtet është tashmë një nga figurat më të konsoliduara në skenën politike të rajonit. Për shumë analistë perëndimor, organizimi i këtij samiti në Tiranë është një sinjal vlerësimi nga Brukseli për rolin e Shqipërisë në rajon dhe për përparimin në procesin e integrimit. Ndryshe nga samitet e zakonshme të Bashkimit Evropian, Komuniteti Politik Evropian funksionon si një tërheqje formale ku diskutohen për sigurinë, stabilitetin dhe të ardhmen e përbashkët. Takimet zhvillohen pa ndim të shumtë e pa protokolle të ngurta, duke krijuar hapësirë për biseda më të drejtë për drejta mes liderëve. Në samitin e Tiranës do të marrin pjesë drejtuesit më të lartë të institucioneve europiane dhe të NATO-s, përfshirë Mark Rutte, por edhe lider të rëndësishëm të vendeve jo anëtar të Bashkimit Evropian, një pjesëmarrje që thekson rolin që po merr Shqipëria si një faktor i besueshëm në rajon. Për herë të parë pritet të jetë i pranishëm dhe kancelari i ri gjerman, Friedrich Merz, ndërsa të gjithë syt janë nga Ukraina, për të parë nëse presidenti Volodymyr Zelensky do të vijë personalisht në samit. Në listën e pjesëmarrësve është dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka munguar në edicionet e fundit. Shqipëria e pret këtë takim me intensitet, por edhe me ambicie, jo vetëm si një mundësi për të promovuar veten, po edhe për treguar se është gati të luajë një rol të rëndësishëm në arkitekturën politike të kontinentit. Policia e shtetit ka marrë masa të rrepta për sigurinë dhe rendin publik në kuadër të samitit të 16 majit në Tiranë. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Jebania Upi, njoftoi kufizimet e përkohshme në qarkullim dhe parkim, si dhe sugjeroi rrugë alternative për qytetarët. Përgatitjet për samitin që do të mbahen në 16 maj në Tiranë kanë sjellë një sër masash për të garantuar sigurinë dhe rendin publik. Gjatë një konferencë përshtyp, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Rebania Upi, theksoi se do të ketë kufizime të përkohshme në qarkullimin e mjeteve dhe qytetarëve në disa rrugë të kryeqytetit. Masa do të përfshijë ndalimin e parkimit dhe qëndrimin e mjeteve në disa zona caktuara të Tiranës, të cilat do të jenë të vlefshme vetëm për ditën e samitit. Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi bulevardit Jean d'Arc te kryqëzimi i rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi
i rrugës Myshmyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e Barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush nga bulevardi Zogu Park deri te Ish Cirku. Mjetet që nuk do të respektojnë këto kufizime do të largohen me karrotrec, ndërsa drejtuesit e mjeteve do të ndeshen me masa administrative. Në rrugë të caktuar të kryeqytetit do të ndalohet parkimi dhe qëndrimi i mjeteve në një periudhë të përkohshme. Kjo masë do të jetë e vlefshme për gjatë ditëve të samitit. Mjetet që do të shkelin këtë urdhër do të largohen me karrotrec dhe ndaj drejtuesve do të merren masa plotësuese administrative. Për të lehtësuar trafikun dhe për të shmangur ndërprerjet, policia ka sugjeruar përdorimin e disa rrugëve alternative, përfshirë rrugëdytësore të autostradës Tiranë-Qafkashari-Rinas, degëzimin e Paskuqanit me Institutin Kabmz, si dhe rrugë të tjera në Domje, Laknas dhe Rinas. Po ashtu, për zonën e Astirit dhe mbikalimin në Shqiponja, do të aplikohet një rregullim i përkohshëm i qarkullimit, i cili do të lejojë lëvizjen e qytetarëve në mënyrë më të qetë. Aida Hajnaj, e cila aktualisht është në krye të Byros Kombëtare të Hetimit, është përjashtuar nga rikandidimi për një mandat të dytë pas mos përmbushjes së afateve për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar nga Komisioni Përzgjedhës. Ky zhvillim mbyll mundësinë e saj për të vazhduar në këtë pozicion, duke hapur rrugë për një proces të riemërimi. Aida Hajnaj, që drejton Byron Kombëtare të Hetimit prej 5 vitesh, nuk ka mundur të dorëzojë dokumentacionin nevojshëm për rikandidim brenda afatit të caktuar, duke u përjashtuar nga mundësia e një mandati të dytë. Pas kësaj, Komisioni i Përzgjedhjes, i cili përbëhet nga drejtues të lartë të SPAK-ut, do të nisë një proces të ri seleksionimi për kandidatët që do të marrin pjesë në garën për këtë post. Në këtë proces të ri, kandidatët do t'i nënshtrojnë një verifikimi të detajuar përmes 7 fazave, duke përfshirë testin e arsyetimit logjik, kontrollin mjekësor, testin fizik, esë me shkrim, intervistë për verifikimin e figurës. Pasi të plotësuar këto faza, komisioni do të vlerësojë cilësimin e kandidatëve dhe do të vendosë nëse do të kalojnë më tej në procedurën e riemërimit për të marrë miratimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ky vendim ka mbyllur procedurat për emërimin e Hajnajt dhe ka hapur një mundësi të re për kandidatë të tjerë, të cilët mund të kalojnë në një proces të detajuar dhe transparent për të drejtuar një nga institucionet më të rëndësishme të hetimit në Shqipëri. Gjyqtarja Flojera Davidi ka mbetur në detyrë pasi është rrëzuar për herë të dytë kërkesa për përjashtimin e saj në kuadër të dosjes Partizani. Gjyqtarja Flora Hajredinaj ka vendosur rrëzimin e kërkesës dhe ka shqiptuar masë administrative për palët kërkuese. Dosja Partizani vazhdon të mbetet e zvarritur prej më shumë se 6 muajsh, ndërkohë që kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi është rrëzuar për herë të dytë. Kërkesa u paraqit nga ish-kryeministri Sali Berisha, Jamarbër Malltezi dhe Andja Pustina dhe shoqëria tregtare Home Plan SHPK, të cilët kërkonin largimin e gjyqtares nga procesi. Gjykata e shqyrtoi kërkesën e tyre dhe përmes vendimit të gjyqtares Flora Hajredinaj vendosi që kërkesa për përjashtim të Davidit të rrëzohet dhe të shqiptohej një masë administrative në vlerën e 5.000 lekëve për palët që kërkuan përjashtim. Njëkohësisht, ish-kryeministri Sali Berisha ndodhet në mas detyrim paraqitje, ndërsa dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi, po hetohet në arrest shtëpie për akuzat e korrupsionit pasiv dhe pastrimit parave. Ndërkohë, dosja Partizani ka ngelur në një fazë të ngadalësuar të procedurave, duke shkaktuar shqetësim të akuzuarve dhe palët përkatëse. Prokuroria e posaçme ka paraqitur pretencën ndaj avokatit Radovan Çela duke kërkuar dënimin e tij me 6 vite burg për korrupsion dhe ndikim palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i kërkuar reduktohet në 4 vite. Në seancën gjyqësore të zhvilluar ndaj avokatit Radovan Çela, prokuroria e posaçme ka lexuar konkluzione përfundimtare dhe ka kërkuar dënimin e tij me 6 vite burg, duke qenë se procesi ndaj tij po zhvillohet me procedurë të shkurtuar. Dënimi përfundimtar që pritet të shqiptohet nga gjykata e posaçme pritet të jetë 4 vite. Sipas prokurorit të çështjes Klodian Braho, Çela akuzohet për ofrim përfitimesh të palishme me qëllim ndikimin në vendimarrje të funksionarëve të drejtësisë.
Provat e paraqitura sipas PAK tregojnë tentativa konkrete të ndërhyrjes të procese gjyqësore përmes korrupsionit. Në seancën e radhës pritet të paraqitet konkluzione përfundimtare të mbrojtjes të pandeurve, ndërsa vendimi i gjykatës së posaçme pritet të jepet pas kësaj faze. Ndërkohë, për të njëjtën çështje hetimore, prokuroria ka kërkuar më herët dënimin me 3 vite burg për ish-kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka. Vendimi për Zarkën do të shpallet nga GJKK me datën 20 maj. Gjykata e Lezhës ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për Landin Dojën, bashkëshortin e deputetit së Partisë Demokratike Ilda Hoti dhe për mbështetësit e Partisë Demokratike Maril Dojushi. Ata janë ndaluar dhe akuzohen për një sërveprash penale, përfshirë pengimin e qarkullimit të mjeteve dhe përfshirje në veprim palishme që lidhen me procesin zgjedhor të 11 majit. Pas ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e 10 majit, ku Landi Ndoja dhe Amaril Dojushi dyshohet për mbështetje në bllokimin e rrugës për një automjet drejtuar nga Renoir Kola, drejtori i arsimit në Rëshen, gjykata e Lezhës ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje ndaj të dyshuarve. Ata akuzohen për pengimin e qarkullimit të mjetit, drejtim të parregullt të automjetit, vetgjyqësi dhe kanosje ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Ngjarja është raportuar rreth orës 20:20, kur ata dyshohen se bllokuan automjetin e Renoir Kolës, duke pretenduar se ai po përpiqej të blinte vota për Partinë Socialiste. Gjatë kontrollit të policisë në automjetin e Landin Dojës dhe Amaril Dojushit janë gjetur dhe sekuestruar lista me të dhëna të personave të dyshuar si zgjedhës. Ajo që ka ngritur shqetësim është fakti që këto lista mund të lidhen me mundësinë e manipulimit zgjedhor. Megjithatë, nuk është gjetur asnjë send i kundërligjshëm në automjetin e Renoir Kolës, duke lënë të hapur mundësinë e një hetimi më të theduar. Hetimet po vazhdojnë për të zbardhur detaje të reja të mundshme për të përcaktuar nëse ka përfshirje të mëtejshme të individëve të tjerë në këtë aktivitet palishëm. Një 44 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi akuzohet se ka marrë me forcë një 31 vjeçar në automjetin e tij. Ka hequr lirinë për disa orë dhe ka dënuar fizikisht. Ndërhyrja e menjëhershme efektiveve të komisariatit numër 6 bëri të mundur kapjen e autorit në flagrancë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në kryeqytet ku një 31 vjeçar është marrë me forcë në automjet dhe më pas është mbajtur i mbyllur dhe i dhunuar për rreth 2 orë nga një tjetër shtetas. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, shërbimet e komisariatit numër 6 reaguan menjëherë pas marrjes së informacionit për ngjarjen dhe organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Fal veprimeve të shpejta u bë mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet DP 44 vjeç banues në Tiranë. Sipas hetimeve paraprake, 44 vjeçari dyshohet se për motive të dobta e ka detyruar me forcë shtetasin LM 31 vjeç të hip në automjetin e tij duke i hequr lirinë prej afërsisht 2 orësh. Gjatë kësaj kohe, viktima është dhunuar fizikisht me grushte. Ngjarja ka ndodhur në një zonë të populluar të Tiranës dhe policia po punon për zbardhjen e plotë rrethanave. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprimet mëtejshme në ngarkim të të arrestuarit, ndërkohë që viktima ka marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Udhëzime të tjera informacione do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Ngërçi politik në Kosovë jon pas zgjidhje. Për të 15-ën herë me radhë, Kuvendi i ri nuk ka arritur të konstituohet për shkak të mospajtimeve mes partive politike për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit. Opozita e kundërshton votimin e fshehtë që propozon lëvizja vetëvendosje, ndërsa çështja tashmë është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese. Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të 15 radhazi të konstituohet, pavarësisht përpjekjeve të njëpasnjëshme për të çuar përpara procesin parlamentar pas zgjedhjeve të shkurtë. Në seancën e së martës, deputetët nuk arritën sërish të formojnë komisionin për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për kryeparlamentarin, pasi PDK, LDK, Lista Serbe, AAK dhe Nisma vijojnë të refuzojnë të propozojnë përfaqësues për këtë komision. Përpasoj seanca konstituive nuk ka mundur të vazhdojë me hapat e nevojshëm ligjor. Kryesuesi Avni Dehari njoftoi se përpjekja e radhës për të zhbllokuar situatën do të bëhet më 15 maj, në orën 10:30. Opozita e konsideron jo kushtetuese mënyrën se si lëvizja vetëvendosje po tenton të zgjedh kryetarin e kuvendit përmes votimit të fshehtë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese duke kërkuar një interpretim për këtë proces të kontestuar. Ndërkohë presidenca e vendit njoftoi se presidentja Vjosa Osmani do të nisë konsultimet me partitë politike më 15 maj në përpjekje për të dalë nga ngërçi institucional që ka mbërthyer jetën parlamentare në vend.
Kreu I Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka njoftuar vendimin e partisë për t'u tërhequr nga koalicioni qeverisës dhe për t'u angazhuar në opozit. Taravari theksoi se ky vendim vjen pas kritikave të qytetarëve për mosumbushjen e premtimeve të bëra, ndërsa theksoi se Aleanca do të garojë pavarur në zgjedhjet lokale të tetorit. Në një njoftim të bërë nga Arben Taravari, kreu I Aleancës për Shqiptarët, partia e tij ka marrë vendimin për t'u tërhequr nga koalicioni qeverisës në Maqedoninë e Veriut dhe për të kaluar në opozit. Taravari e shpjegoi këtë lëvizje si një pasojë të kritikave të vazhdueshme nga qytetarët për mos përmbushjen e premtimeve të dhëna. Nuk I realizuam ndryshimet që kishim premtuar dhe qytetarët kanë të drejtë të na kritikojnë për këtë, tha Taravari. Ai theksoi se mungesa e besimit brenda qeverisë ishte një faktor kyç që I çoi në këtë vendim. Për më tepër, ai shprehu shqetësimin se përdorimi I balancuesit dhe ngecjet në rrugën drejt Bashkimit Evropian kanë shkaktuar pakënaqësi të madhe ndër shqiptarët. Shqiptarët ndihen më të diskriminuar dhe të trajtuar më keq se më parë, shtoi ai. Alianca për Shqiptarët ka vendosur të garojë pavarur në zgjedhjet lokale të tetorit, ndërkohë që forcat e tjera të koalicionit kanë zgjedhur të shndërrojnë atë në një parti pa përfshirjen e Aleancës. Taravari pati një takim edhe me kryeministrin Maqedonas Hristijan Mickoski, I cili deklaroi se largimi I Aleancës nuk do të dëmtojë qëndrueshmërinë e qeverisë, e cila sipas tij do të vazhdojë të funksionojë fort dhe me shumicë të madhe pavarësisht këtij ndryshimi. Dhe si me zhvillimet nga bota, oferta e papritur nga presidenti Amerikan Donald Trump për të bashkuar në bisedime mes Ukrainës dhe Rusisë që pritet të zhvillohet këtë javë në Stamboll, kjo ka nxitur në fakt diskutime dhe ka përhapur dyshime lidhur me mundësinë e suksesit të këtyre bisedimeve dhe sinqeritetin e Kremlinit. Në një njoftim të bërë nga Arben Taravari, kreu I Aleancës për Shqiptarët, partia e tij ka marrë vendimin për t'u tërhequr nga koalicioni qeverisës në Maqedoninë e Veriut dhe për të kaluar në opozit. Taravari e shpjegoi këtë lëvizje si një pasojë të kritikave të vazhdueshme nga qytetarët për mos përmbushjen e premtimeve të dhëna. Nuk I realizuam ndryshimet që kishim premtuar dhe qytetarët kanë të drejtë të na kritikojnë për këtë, tha Taravari. Ai theksoi se mungesa e besimit brenda qeverisë ishte një faktor kyç që I çoi në këtë vendim. Për më tepër, ai shprehu shqetësimin se përdorimi I balancuesit dhe ngecjet në rrugën drejt Bashkimit Evropian kanë shkaktuar pakënaqësi të madhe ndër shqiptarët. Shqiptarët ndihen më të diskriminuar dhe të trajtuar më keq se më parë, shtoi ai. Alianca për Shqiptarët ka vendosur të garojë pavarur në zgjedhjet lokale të tetorit, ndërkohë që forcat e tjera të koalicionit kanë zgjedhur të shndërrojnë atë në një parti pa përfshirjen e Aleancës. Taravari pati një takim edhe me kryeministrin Maqedonas Hristijan Mickoski, I cili deklaroi se largimi I Aleancës nuk do të dëmtojë qëndrueshmërinë e qeverisë, e cila sipas tij do të vazhdojë të funksionojë fort dhe me shumicë të madhe pavarësisht këtij ndryshimi. Një prej ushtarëve izraelit të rrëmbyer nga Hamas në 7 tetor është liruar. 21 vjeçari Dan Alexander me shtetësi amerikane është dorëzuar duke shënuar lirimin e parë të një pengu ushtarak ende në jetë. Nga autoritetet izraelite dhe amerikane vjen konfirmimi për negociata intensive që paraprin këtë zhvillim. Në një zhvillim të rëndësishëm të krizës në ripin e Gazës, ushtari I Izraelit Dan Alexander është liruar nga brigadat Al-Qassam të Hamas dhe është dorëzuar tek operatorët e kryqit të Kuq. 21 vjeçari është I pari ushtar Izraelit që lirohet që pas rëmbimit në 7 tetor të vitit 2023. Ky akt ka ndodhur në veri të qytetit të Khan Yunis në një zonë që ka qenë në qendër të konflikteve të vazhdueshme. Familja I Dan Alexander ka konfirmuar mundësinë e një takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe disa përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara për të diskutuar lirimin e tij dhe zhvillimet e tjera të situatës. Në një reagim të shkurtër, kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu falenderoi Shtetet e Bashkuara për ndihmën dhe përkrahjen në lirimin e ushtarit të forcave izraelite, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump e konsideroi lirimin si një hap të rëndësishëm për përpjekjet për të përfunduar konfliktin. Megjithatë, ai ka theksuar se ky nuk është një hap drejt armëpushimit. Netanyahu e ka bërë të qartë se luftimet nuk do të ndalen, duke paralajmëruar se përpjekjet për intensifikimin e fushatës ushtarake do të vazhdojnë. Nga ana tjetër, Hamas ka vazhduar bisedimet me Shtetet e Bashkuara për një mundësi paqeje, duke përfshirë nisjen e dërgesave të ndihmave humanitare. Grupi ka bërë të ditur se është propozimi për një marrëveshje që parashikon administrimin e ripit të Gazës nga një organ teknik dhe të pavarur.
Kjo ngjarje e mbushur me dhimbje dhe pasiguri përfaqëson një faz tjetër të trazuar për palestinezët, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë mundësi për paqe dhe zgjidhje të qëndrueshme. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 14 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve gjatë paradites dhe vranësira kalimtare në pastite, në zonat malore lindore, ku nuk përjashtohet ndonjë rreshje e izoluar lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të ngjitet deri në 26 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa në bregdet pritet të arrijë deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar nga 2 deri në 4 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 25 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 23 gradë. Peshkopi, 9 deri në 22 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 26 gradë. Durrës, 14 deri në 25 gradë. Kavaj, 13 deri në 25 gradë. Elbasan, 12 deri në 25 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 26 gradë. Korç, 9 deri në 21 gradë. Vlorë, 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 26 gradë. Sarand, 15 deri në 25 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 maj do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët, me vranësira të lehta kalimtare në zonat verilindore gjatë pastites, pa rreshje të pritshme në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në zonat kodrinore deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 9 deri në 22 gradë Celsius. Podujev, 9 deri në 21 gradë. Skënderaj, 9 deri në 21 gradë Celsius. Pej, 10 deri në 22 gradë. Prishtinë, 9 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov, 10 deri në 22 gradë. Malishev, 10 deri në 21 gradë. Gjilan, 9 deri në 22 gradë. Ferizaj, 9 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 21 gradë Celsius. Suhare, 10 deri në 21 gradë. Prizren, 10 deri në 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshë.